Transporti urban dhe personat me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik, është tepër i domosdoshëm. Hysen Muhameti, drejtuesi i shoqatës së personave me aftësi të kufizuar në Vlorë, thotë se pavarësisht rëndësisë që ka ky shërbim, përshtatshmëria për personat me aftësi të kufizuar mungon. Sipas Muhametit, shumica e personave me aftësi të kufizuar nuk e përdorin dot shërbimin për shkak se në autobusët urban nuk ka rampa që ata të mund të aksesohen, të ngjiten apo të zbresin. Sipasi, vetëm një pakicë e invalidëve të qytetit hipin në autobus, kur u jepet ndihma nga pasagjerët e tjerë. Ndërkohë Muhameti thekson po ashtu edhe një herë dhe tregon rëndësinë e ofrimit të këtij shërbimi, krejtësisht falas për këto kategori personash që nuk kanë ekonominë e dur për ta përballuar. Transporti urban është shumë i nevojshëm për ta, sepse një person duke qenë me nevojat veçanta, do të kërkojë të vetë bëjë një injeksion në ambulancë apo një mjekim apo një diçka tjetër. Kështu që në qoftë se ai do të vejë dhe të vi, i duhen 800 lekë. Me 800 lekë ai mund të marrë një bukë, se ai 100.000 lekë të gjitha merr. Kuptohet se sa i nevojshëm është një lëvizje e tillë. Por dua të shtoj edhe këtë që nuk është problem për të lëvizur në gjithë qytetin më shumë se 20 apo 30 invalid gjatë ditës nëpër autobusat urban, dhe të mos ketë mundësi t'i kompensojë bashkia apo t'jap fondin e posaçëm tek operatori privat për mbulimin e këtij shërbimi. Kështu që është domosdoshmëri për të zbatuar ligji, sepse ne s'kemi apo dhe fuqinë të themi qoftë të protestave, qoftë të hedhjes në gjyq të njërit apo tjetrit krah, të operatorit privat apo të bashkisë për zbatim të ligjit. Për personat para dhe tetraplegjik është e pamundur për të hyrë në autobusat urban, sepse autobusat urban nuk shërbejnë me pedan. Duhet të kenë pedan të posaçme për të hyrë një person me karige me rrota. Kështu që unë e kam thënë dhe herë tjera, pretendimi jonë si para dhe tetraplegjik është i kushtëzuar dhe i kufizuar nga shërbimet që nuk janë të paraqitura, domethënë në atë stad që ne i kërkojmë, sepse një person me karige me rrota nuk mund vetë hypi të kalojë 2-3 shkallë të autobusit duke ngritur, sepse përbën rrezik nëse nuk ka pedan. Transporti pothuajse falas përdoret vetëm nga invalidët e punës, personat me aftësi të kufizuar, me PAK dhe të verbrit. Paraplegjikët, domethënë, duhet plotësojnë kushtet tjera për ty. Shërbimi urban për personat me aftësi të kufizuar. Shërbimin urban, personat me aftësi të kufizuar e përdorin për nevojat e tyre më jetësore, të cilat i kanë tepër të domosdoshme. Por mungesa e përshtatshmërisë për këta persona te këto mjete i privon ata nga ky shërbim.